Jam Myslyman, libri më i ri i shkrimtarit Ben Blushi, i promovuar vetëm pak ditë më parë, ka ngjallur interes të gjerë në edicionin e 28 të panairit të librit. Romani Jam Myslyman është një rrëfim ironik dhe filozofik mbi përplasjen midis fesë dhe shtetit laik në Shqipërinë moderne. Ngjarjet zhvillohen në rrugën e Kavajës, ku një shkrimtar përballet me islamizmin e ngadalë të shoqërisë dhe të jetës së tij private, përfshirë edhe gruan e tij të dytë, e cila shndrohet në besimtare. Pas një udhëtimi në Mekë, i vetmuar dhe i kërcënuar nga islamikët, ai bëhet myslyman, duke e kthyer romanin në një metaforë për njeriun që kërkon shpëtim në fe, pasi ka humbur besimin tek shoqëria. Shkrimtari Ben Blushi ndan dhe disa sekrete për lexuesit. Ky libër shkuar relativisht shpejt për rreth 2 muaj gjysmë. Në variantin final është 221 faqe nëse jam gabim. Ka qenë ja 20% më shumë, pra do të ishte janë 300 ca faqe, nëse ky quhet sekret. Edhe ja kam dedikuar një pjesë të konsiderueshme të fisit tim, që janë myslyman. Shkrimtari shprehet se libri Jam Myslyman duhet të lexohet thjesht si letërsi, pa ngarkesë emocionale. Konsideruj unë bëthire gjithë që librin të marrin si libër. Pra ky është libër artistik. Është një produkt i imagjinatës, nuk është një trakt. Nuk është një peticion politik, nuk është një platformë politike, nuk është një doktrinë, nuk është një dogmë. Është thjesht një roman. Jam Myslyman është botimi i 12 i Ben Blushit pas sukseseve me bestsellerat Ti jetosh në ishull, Otello, Arapi i Vlorës, Kandidati dhe Komploti.